Byroja Federale e Hetimeve në SBA, e njohur si FBI, ka ndihmuar autoritetet e Kosovës në hetimet që çuan drejt kapjes së të dyshuarve për sulmin në kanalin e Iberlepencit në nëntorin e vitit 2024. Në akt akuzën për 3 të dyshuarit e sulmit me bombë në kanalit të ujit, të cilin e ka siguruar paparaci, është përfshirë edhe raporti i FBI-s amerikane, çka ishte kyç në ulëmtimin e dheut që u gjet në çizmet e 2 të dyshuarve, vëllezërve Jovan dhe Dragisha Viçintejević. FBI-ja në detaje ka krahasuar dheun që u gjet në çizmet e 2 të dyshuarve në shtëpitë e tyre në Prevllak të Zubin Potokut. Gjendja faktike e përshkruar si në këtë akt akuzë vërtetohet qartazi edhe nga raporti i ekspertimit gjeologjik të FBI-s i monstrave të dheut të çizmeve të sekuestruara në shtëpinë të pandehurve, vëllezërve Viçintejević në Zubin Potok dhe në fshatin Prevllak të kësaj komune më datë 30/11/2024, së bashku me mostrat referente të dheut të siguruara nga ekspertët e policisë së Kosovës dhe zyrtarëve të Byros Federale të Hetimeve të marra në vendin e ngjarjes në fshatin Varak të Zubin Potokut, si dhe tek shtëpia e tyre në fshatin Prevllak, nga të cilat mostra qartazi vërtetohet se në mes të dheut të marrë nga çizmet e të pandehurve, Jovan dhe Dragisha Viçintejević dhe mostrave të dheut të marra nga vendi i ngjarjes, më konkretisht në kanalin Iberlepenc, nuk ka dallueshmëri për sa i përket strukturës, ngjyrës dhe përbërjes së dheut, çka vërteton se të pandehurit kanë kryer aktin terrorist ndaj kanalit Iberlepenc. Thuhet në akt akuzën e ngritur të martën nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Gjatë zhvillimit të hetimeve me pjesëmarrjen dhe asistencën e ekspertëve të FBI-s, janë siguruar prova dhe dëshmi në vendin e ngjarjes. Duke aplikuar teknikat bashkëkohore, janë siguruar edhe monstrat referente të dheut të marra nga ekspertët në vendngjarje, pastaj në oborrin e shtëpisë të pandehurve, të cilat janë monstra që janë marrë me qëllim krahasimi të dheut dhe baltës. Pas ekzaminimit të bërë nga ekspertët amerikanë në laboratorin e tyre në SBA, ka rezultuar që monstrat e dheut për shtaten janë identike. Në akt akuzë përshkruan edhe çizmet që ju gjetën të dyshuarve. Çizme me ngjyrë të zezë, të përlyera me baltë dhe të lagura me mbishkrim, që besohet se ka mundur të lëvizë në zonën e vendit ku ka ndodhur shpërtimi te kanali i Iberlepencit, vendi i gjetjes në shtëpinë të pandehurve, Jovan dhe Dragisha Viçintejević në Zubin Potok, thuhet në raportin e FBI-s. Çizme lëkure numër 44, ngjyrë kafe të përlyera me baltë dhe të largura, vendi i gjetjes në shtëpinë të pandehurve, një palë çizme ngjyrë të gjelbër ushtarake me numër 45 të përlyera me baltë, vendi i gjetjes, shtëpia e 2 të pandehurve, thuhet mëtej. Prokurori i shtetit më 3 nëntor të vitit 2025 kishte pranuar nga FBI-ja raportin e ekspertimit gjeologjik të mostrave të dheut në çizmet e sekuestruara dhe mostrave të dheut të marra nga 3 lokacione në komunën e Zubin Potokut nga vetë ekspertët e FBI-s. Këta ekspertë të FBI-s kishin dalë me rezultatet se dheu i çizmeve nuk dallon nga dheu i marrë nga vendi i shpërtimit. Duke u mbështetur në raportin e FBI-s, prokurori i shtetit në Kosovë erdhi në përfundim se të pandehurit kanë kryer sulmin me eksploziv në kanalin e Iberlepencit.